Mirë se erdhët të dashur Dem në Letra Trofej, një Diana dhe të bëjmë leximin e radhës për ju. Te Q Demër kemi 3 letrat e para për punën, financat, janë kalorësi i shkupive, 4 të kupës dhe 10 të monedhës. Kemi lëvizje, pastaj një moment pa kënaqësi ose hezitimi, për në fund, për fundi financiar është shumë më i mirë. Në dashuri kemi kalorësin mbretin e kupës, 10 të shkupive dhe letra 0 dhe full. Këtu kanë ndjenje për ka dhe një marrëdhënie ose situatë që është bërë e rëndë. Në fund diçka ndryshon dhe hapet një kapitull i ri. Filloj me letrën e parë të dashur, që është kalorësi i shkupive. Java fillon me lëvizje të shpejtë. Shikoni, vrap është duke ikur. Në punë mund të dalë diçka që nuk e kishit planifikuar, të dashur Demër. Një telefonat, një detyrë e re, një takim, një udhtim për punë, se dikush që ju kërkon të merrni shpejt me një çështje. Për ata që kërkojnë punë, mund të dalë një mundësi papritur, mund të jetë një vend pune që kërkon përgjigje të shpejtë, sigur papritur e pakujtuar, ose që mund të fillojë shumë shpejt. Për ata që janë në punë, mund të ketë ndryshim plani. Mendoni se java do të shkonte në një mënyrë dhe papritur ju del diçka tjetër. Për ata që punojnë për vete, mund të kenë klient të ri, por edhe shumë punë brenda një kohe të shkurtër. Të dashur, financiarisht, kalorësi i shkupive ka një paralajmërim. Shumë të thjeshtë, mos blini me impuls, ta them, mos bëni, mos reagoni me impuls, të dashur Demër. Dhe sepse kjo është ajo letra që thot e dua, por a më duhet? Jo, por e dua, në atë kuptim. Sidomos nëse është blerje me madhe, prisni pak para se të vendosni. Do të impulsive asgjë. 4 të kupës tregon diçka pak në moment kur nuk jeni shumë të kënaqur me atë që po ju ofrohet. Mund të jetë në punë, mund të propozohet diçka dhe reagimi juaj i parë do jetë nuk është tamam ajo që prisja. Mund të jetë paga, mund të jetë orari, mund të jetë pozicioni, mund të jetë mënyra si propozohet një marrëveshje. Për disa dem mund të ketë edhe lodhje nga gjithë rutina. E bëni punën, por nuk ju motivon më si më parë. Nëse kërkoni punë, të dashur Demi, dhe merrni një ofertë që nuk është perfekte, por do thosha mos e refuzoni me njëherë. Shikoni më mirë kushtet, nga që duke u rrethuar me letra komplet pozitive, do thosha që mund të bëhet më mirë se ç'po ju ofrohet, bëhet me kohë. Pra, ndonjëherë 4 të kupës tregon që një mundësi nuk duket shumë interesante në fillim, por ka diçka të vlefshme brenda saj. Në financa mund të ndjeni sikur parat hynë dhe dalin dhe nuk po arrini të bëni atë që kishit planifikuar, që do të thotë pasqyron kjo letër një nga ato të shumta. Por nuk më shqetëson, ta them, shumë kjo letër, sepse pas saj kemi 10 të monedhës. Shikoni, këtu është familja, ta themi kështu, dhe gjitha të monedhat 10 janë duke rënë, sikur nga qielli, ta them kështu. Kjo është letra më e mirë të 3 të parave për financat. Këtu kemi siguri dhe stabilitet financiar. Mund të vinë një pagesë, do thotë, siç thash, sado që mund të jetë një ofertë ndoshta për disa që nuk do ju kënaq fort, por që pranojni sepse do zhvillohet më vonë. Dhe kjo është ajo që tregon të zgjidhet një çështje ekonomike, mund të merrni një përgjigje të mirë në punë, mund të ketë kontratë me të qëndrueshme ose një marrëveshje që ju jep më shumë siguri. Për disa mund të lidhet me shtëpinë, pronën, kredi, kursime ose një çështje financiare familjare. Mund të bëni dhe një blerje më të madhe, jo këtu impulse, por që më vonë, pakës më të madhe, për shtëpinë ose familjen tuaj. Nëse keni qenë duke pritur
para, dokument financiar, përgjigje nga banka, ku di unë punëdhënëse ose ndonjë institucion, kjo letër është shumë pozitive. Por 10 të monedhës nuk është fitova llotarinë, mos keq kuptohemi. Është më shumë. E di çfarë kam, e di çfarë vjen, mund të planifikoj, të thotë i ke në dorë të gjitha. Dhe për demën kjo zakonisht vlen shumë. Pra, nëse në mes të javës ta them kështu pak kënaqësitë me 4 të kupës, fundi i kësaj pjese është shumë më i mirë dhe shumë më i qëndrueshëm. Nëse dalim tek letrat e dashurisë, në dashuri den një person që ka ndjenja, por nuk i shfaq me njëherë, apo nuk i shfaq shumë. Për ata që janë në lidhje, partneri mund të jetë më i afërt, më i kujdesshëm, ose mund të ketë një bisedë kur tregon më qartë çfarë ndjen. Për ata që nuk kanë shprehur ndjenja, sikur po dalin në sipërfaqe. Nuk është domosdoshmërisht person që bën deklarata të mëdha, mos të keq kuptohemi, por mund të jetë më shumë tipi unë nuk flas shumë, por këtu jam, po qëndroja për teje, sepse dua të jem këtu. Për beqaret mund të afrohet një person më i pjekur emocionalisht, dikush që nuk vjen vetëm për flirt, ta themi kështu. Mund të jetë edhe dikush që e njihni tashmë dhe që deri tani nuk ka treguar shumë, ose nuk është shprehur shumë. Për ata që presin komunikim nga dikush, mbreti i kupës të dashur demër mund të tregoj se ndjenja ekziston, por personi mund të jetë i rezervuar. Dhe pikërisht këtu të kemi kujdes, sepse letra tjetër është 10 të shkopive. 10 të shkopive shikoni është barë, shqetësim duke bartur. Këtu dashuria sikur bëhet pak më rënd, jo për të gjithë demërt absolutisht, për çiftet mund të ketë shumë gjëra për një herë, punë, familje, fëmijë, para, përgjegjësi, lodhje, kështu me radhë. Dhe kur njerëzit janë të lodhur, fillojnë të acarohen dhe për gjërat më të vogla. Njëri thot, pse nuk e bën këtë? Tjetri përgjigjet sepse kam bërë 47 gjëra tjera, e kështu me pra problemi nuk mund të mos jetë mungesa e dashurisë, mund të jetë thjesht lodhja. Për disa, megjithatë, kjo mund të jetë një marrëdhënie që është bërë shumë e vështirë për të mbajtur. Për disa. Njëri mund të ndjejë se përmban shumë përgjegjësi. Për beqaret që janë duke njohur dikë, personi tjetër mund të ketë shumë gjëra në jetën e vet dhe të mos ketë aq kohë sa do dëshironit ju. Pra mos e interpretojmë me njëherë çdo vonesë në mesazh si dram dashurie. Ndonjëherë njerëzit vërtet janë të zënë dhe mos ta bëmë smulemruas, po interesohet, po bëhet e në kështu me radhë. Për një lidhje nga e kaluar, kjo tregon se ka ndjenja, por ka probleme që nuk mund të fshihen poshtë tapetit. Dhe këtu situata ndryshon. Letra dhe full, ta them kështu, apo si quhet, letra 0, sjell një fillim të ri. S'është 0, një kapitull i ri. Mund të dilni, mund të udhtoni, mund të bëni diçka spontane. Mund të thoni mjaft folëm për problemet, hajde të bëjmë diçka normale, të bëjmë diçka të bukur. Dhe ndonjëherë kjo i duhet një marrëdhënie. Për beqaret është shumë interesante sepse mund të sjellë një njohje krejt të re, pra si thash, një kapitull të ri. Mund ta njihni në një vend ku nuk e prisnit, ose mund të fillojë çdo gjë shumë spontanisht. Kjo letër ka edhe një këshill praktike. Shijojeni njohjen, por mos i jepni titullin marrëdhënies para se ta njihni personin. 2 mesazhe dhe një kafe nuk janë ende histori dashurie. Për ata që presin rikthim, kjo letër mund të tregojë një mundësi për të filluar përsëri. Por vetëm nëse nuk vazhdoni saktësisht aty ku e keni lënë. Nëse riktheheni me të njëjtat probleme, do merrni të njëjtin rezultat, dhe kjo është e ditur. Pra, në përgjithësi, për demin, java nis me lëvizje dhe mundësi.
në mes mund të ketë një ofertë ose situatë që nuk ju kënaq plotësisht, për 10 të monedhës, kjo e fundit këtu tregon stabilitet dhe një rezultat të mirë më vonë financiar. Sidomos në çështjet e punës, pagesave, shtëpisë ose marrëdhënieve afatgjata, ose marrëveshjeve, më falni, afatgjata duken goxha mirë. Ndërsa në dashuri janë ndjenjat janë aty, për disa marrëdhënie është e lodhur nga përgjegjësia ose problemet, në fund vjen mundësia që për një fillim të lehtë, për beqarat mund të kenë një njohje re, për çifte një rifreskim, ndërsa për rikthimet mundësi ka për vetëm nëse ndryshon mënyra se si funksiononte marrëdhënia, të paktën nga ju që më dëgjoni. Pra, Demi nuk ka një javë perfekte nga fillimi në fund, por e mbyll shumë më mirë se sa e nis, sidomos tek siguria financiare dhe mundësia për një faqe të re në dashuri.